Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit tetor për shenjën e peshores. Peshore, në javën e parë të tetorit, nëse keni të planifikuara çështje që lidhen me gjykatat, një seancë gjyqësore, apo duhet të bëni aplikime, të dërgoni dokumenta, prisni të dëgjoni nga një zyrë, nga një departament shtetëror, apo nga një avokat, nga një gjyqtar, diçka që ka të bëjë me ligjin, diçka që ka të bëjë me shtetin, duhet të bëni shumë kujdes, sepse ju shoh të paduruar, doni që gjithçka të zgjidhet shpejt. E them këtë sepse me datë 7 tetor kemi hënën e plot në dash. Hëna e plot ju bën të ndjeshëm, shumë emocional. Në dash, duke qenë shenjë kardinale, një lloj si ju, do t'ju prek pikërisht tek çështjet ligjore. Do t'ju prek tek mund të ketë bëj me taksat për disa persona, mund të ketë bëj me një marrëveshje pune, kontrate, mund të ketë bëj me pjesën e anës ligjore të shkresave, dokumentave. Dhe dashi do t'ju jap këtë energjinë e padurimit, hajti mbarojmë shpejt, sidomos nëse duhet paraqiteni përpara një gjyqtari, aty duhet jeni shumë të kujdesshëm, sepse nga nxitimi mund thoni diçka, mund ta prishni punën, mund thoni diçka që s'duhet, mund të tregojeni të acaruar dhe nuk do të dilni të favorizuar nga kjo gjendje. Lëreni avokatin ose avokaten, personin e kualifikuar që të flasë për ju, nëse mund ta evitoni që ju të flisni vetë dhe të prezantoheni vetë, aq më mirë, sepse ju shoh shumë të tensionuar, shumë të irrituar në këtë javën e parë, sidomos nëse është afër datës, për data 5, data 6, data 7 ose data pastaj në javën e dytë, data 8, data 9, këto janë datat që duhet keni më shumë kujdes. Do të kërkoni edhe barazi me këmbgulje në çift. Sa bëj unë, sa bën ti, sa jep ti, sa jap unë. Gjithçka, çfarë lidhet me paratë e përbashkëta që keni në çift, sa kontriboni secili nga ju për fëmijët, sa kontriboni për kujdesin ndaj shtëpisë, sa kontriboni për edhe sa investoni tek njëri tjetri në çift. Ajo dëshira për ta mbajtur marrëdhënien të shëndetshme, pra doni që gjithçka të jetë shumë e qartë, do t'i kërkoni pak gjërat me forcë, me impenjim, me një kokëfortësi të madhe, me një intensitet shumë të madh, sepse kemi dhe Mërkurin në Akrep, futet me datë 6, po do t'jetë aty përgjatë pjesës më të madhe të muajit tetor, dhe kjo energji e Akrepit ju bën edhe pak më xheloz, më posesiv, më të irrituar. E them këtë sepse shikoj në javën e dytë, ju shoh të lënduar, ju shoh të mërzitur, ju shoh të zhgënjur. Disa nga këto gjëra do të vinë si pasojë e fjalët që do t'i thoni njëri tjetrit do t'jenë fjalë therse, do t'jenë fjalë që lëndojnë. Do themi, kemi atë shprehje popullore që themi fjala vret më shumë se plumbi. Bëni kujdes me çfarë i thoni njëri tjetrit, jo vetëm në çift, por edhe në shoqëri, edhe në familje, sidomos çiftet, por edhe personat e tjerë dhe peshorët që nuk janë në një raport në çift. Çfarë i thoni familjarëve, çfarë i thoni njerëzve rreth jush, do të ketë një impakt shumë të fortë në këtë kohë. Edhe ju do të bëheni peshman, do thoni mos pse e thash këtë gjë, e prova, doli situata jashtë kontrolli. Ato peshore që kanë seancë gjyqësore ose në javën e parë ose në javën e dytë mund të bëjnë një gabim të thonë diçka më shumë se ç'duhet, edhe të shtyhet për një seancë tjetër, apo të merret një vendim që nuk ju favorizon edhe që ju mërzit më shumë. Mundet shikoj edhe një fokus shumë të madh tek xhelozit, tradhtira, a më tradhton, është një person tjetër, mund të dalin edhe frikra që ju keni nga e shkuara, mund të ketë ndodhur diçka në çift vite më përpara ose kohë më përpara, ku ju keni zbuluar diçka nga ana e partnerit ose e partnerës, ose diçka që është zbuluar për ju dhe tani ka krijuar
në çift ka krijuar probleme. Dhe këto fantazmat e së shkuarës dalin her pas here, ku bëhen arsye, bëhen shkak për debat, bëhen shkak për mosmarrveshje dhe për konflikte. Java e tretë do t'jetë një javë ku nëse jeni veçanërisht ato persona që janë në një lidhje me një person që ka energji të fortë, ujë, pra ka shenjën ascendente ose shenjën e diellit në gafore, në akrep ose në peshk. Ti si peshore, duke qenë më racionale si shenjë, duke qenë më logjik, më arsye, më tek pjesa e komunikimit, do ta kesh të vështirë të kuptosh anën emocionale të trazuar të këtij personi. Ky është një person i papjekur emocionalisht, ky është një person që do të shikoni një sjellje fëminore dhe ky është një person i rritur, shikoj, pra mund të jetë mbi moshën 45 vjeç, është një person i maturuar që do të bëjë një sjellje që nuk ka logjik, nuk ka sens, një sjellje fëminore, adoleshente, mënyra se si mundohet t'ju bëj të krijoj xhelozi tek ju, apo lojra të ndryshme emocionale, këto manipulimet, do t'jenë të forta, do t'jenë irrituese, mund t'jetë një person i familjes për disa peshore, jo për të gjithë, është një situatë në çift, se jo të gjithë janë në një lidhje me një shenjë uji, për dikë mund t'jetë edhe një person i familjes që kërkon vëmendje. Mos e mendoni shumë thellë sjelljen e këtij personi, mendojeni si një fëmijë, si fëmia që sillet keq sepse do vëmendje nga prindi, bën një dëm apo bën diçka sepse prindi mund të jetë i zënë me punë, e ka lënë bazdore dhe do bëj gjithçka për t'i marrë vëmendjen prindit. Mendojeni si diçka më të thjeshtë, nuk është kaq e ndërlikuar, nuk është kaq që po bën një gjë si për t'ju dëmtuar ju. Ka të bëj me personin më shumë se sa ka të bëj me ju. E shoh që ka nevojë për shumë dashuri, po ka njerëz që kanë edhe një bushllëk kaq të madh emocional që sa do t'i japësh, janë si një pus pafund, nuk mbushen kur, nuk janë kur të kënaqur, nuk janë kur të lumtur. Edhe mund të jetë diçka edhe më e thellë për disa persona, mund të kesh një njeri në familje që vuan nga depresioni, një njeri që vuan nga ankthi vazhdimisht, një person që s'është mirë, ti ke bërë nga ana jote, por nuk ke se çfarë i jep më shumë, nuk ke se çfarë bën më shumë. Megjithatë, nga orakulli, mesazhi më thot, nga orakulli i ëngjëve më thot që this situation will improve, pra kjo situatë do përmirësohet. Kjo situatë do vi drejt përmirësimit. Vetëm pak dashuri, pak vëmendje nga ana juaj do ta ndryshoj këtë pjesë. Ne kemi me datë 21 tetor një hënë të re në shenjën tuaj, në peshore. E hëna e re është gjithmonë një fillim i ri, është një cikël i ri peshore. Ky është momenti për të dalë në atë anën tuaj, të jeni shumë të kujdesshëm, charmant, diplomat, me të mirë, me të butë, me të urtë, me sa më të qetë, kthehuni tek vetja juaj, kujdes me fjalët, kujdes me sjelljet në raport me të tjerët, se ka njerëz që janë shumë më të ndjeshëm se sa ju. Kjo është edhe një nga mësimet më të mëdhaja gjatë muajit tetor, që ka njerëz që nuk janë kaq të fortë psikologjikisht, edhe kaq të din ta bëjnë atë diferencën. Ka njerëz që një fjalë e vogël që për ty mund të jetë një gjë e parëndësishme, i lë gjurmë, i lë shenjë edhe e ndjejnë për një kohë të gjatë. Por fatmirësisht keni Venusin ose Afroditën, planetin që ju udhëheq, planetin që lidhet me dashurinë, lidhet me të bukurën, lidhet me jetën e luksit, me mirëqenien, që nga data 13 edhe deri në fund të muajit është në shenjën tuaj. Prandaj kjo do t'ju rikthej gjërat, çiftet që do të kenë probleme në fillim të tetorit, zënka, debate, xhelozira, mosmarrveshje, mos më tradhton, pse më tradhton, pse s'më jep rëndësi, është edhe sezoni, fillimi i muajit tetorit është edhe sezoni i peshores,
ju mund të merrni më shumë vëmendje, mund të bëhet partneri ose partnerja xheloze, mund thonë ti kushton më shumë rëndësi të tjerëve, shoqërisë e njerëzve të tjerë, jo mua, por duke i dhënë pak më shumë dashuri, duke i dhënë pak më shumë përkushtim, shikoj deri në javën e fundit që raporti do të kthehet në ekuilibër. Ju të dy e doni njëri tjetrin, ka dashuri në çift, pavarësisht se ndonjëherë mund të ndodhin situata, mosmarrveshje, situata të tilla, po do të kthehet, situata do të jetë më e qetë, raporti do të kthehet në atë balancën e zakonshme, në atë rutinën pozitive të mirë, dhe energjia e harmonisë më tregon jo vetëm tek pjesa e dashurisë, por edhe në çështje të tjera. Një nga mësimet kryesore që do të nxirrni është që të jeni me mas çdo gjë. Jo pse e mendon diçka duhet ta thuash. Jo pse do ta bësh diçka duhet ta bësh me patjetër, o tani o s'ka. Do t'ju mësoj vetë tetori si muaj, do t'ju mësoj që t'jeni me kujdes çdo gjë. Disa gjëra mund të bëhen tani, disa bëhen më vonë, disa fjalë mund të thohen tani, disa nuk duhen thënë fare ose duhen thënë në një moment tjetër. Çelësi është pikërisht shenja juaj, shenja e peshores, shenja e balancës me mas, gjithçka me mas. Të kuptosh anën tënde, të shprehësh kërkesat e tua, nevojat e tua që ke në punë, në raporte biznesi, po të mendosh edhe për nevojat e dikujt tjetër, të mendosh edhe për interesat e dikujt tjetër, që çdo marrëdhënie të jetë win-win, të jetë me përfitim për të dy, edhe për ty, edhe për palën tjetër. Sa më shumë raporte me fitim të përbashkët të kesh rreth teje, qoftë në familje, qoftë në çift, qoftë raporte pune, aq më shumë lumturi, aq më shumë qetësi edhe harmoni do kesh në jetën tënde në vija të përgjithshme. Kështu që mendo për të krijuar raporte të tilla me përfitim të dy anshëm peshore. Kjo është energjia e muajit tetor. Por situata, këto mosmarrveshje do vinë duke u përmirësuar deri në mënyrë të padiskutueshme deri në fund të muajit. Do të jeni çfarë mund të ketë ndodhur gjatë sezonit të eklipseve në shtator, mbartet edhe pak ajo intensiteti për shkak të hënës së plot në dash në fillim të muajit, deri në fund të tetorit gjërat do të jenë shumë herë më të qeta dhe më pozitive. Okej, kjo është gjithçka që unë shikoj për ju për këtë muaj. Ju falenderoj shumë që më ndoqët peshore. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem më jepni një like, një koment, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe, që mos të humbisni videot e ardhshme. Dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online nga website-i im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Ju uroj gjithë të mirat, faleminderit, mirupafshim.